Përshëndetje Blerina, mirë se keni ardhur në këtë intervistë lidhur me konferencën e fundit që ka zhvilluar Akademia e Shkencave të Shqipërisë në lidhje me edukimin muzikor dhe zhvillimin e tij. Atëherë, cili është mendimi juaj për këtë konferencë në lidhje me edukimin muzikor në Shqipëri dhe më gjerë? Atëherë, përshëndetje, faleminderit për intervistën. Pyetjet që shtroni janë substanciale dhe unë mendoj që duhet ju përgjigjem në respekt të punës që është bërë jo vetëm nga Akademia e Shkencave si aktori kryesor dhe faktori kryesor në organizimin e konferencës mbarkombëtare të muzikës shqiptare, por edhe në cilësinë e studiueses pranë kësaj akademie dhe të një muzikante të angazhuar dhe tepër të interesuar për vërtetës për opinionin muzikor dhe për ta bërë këtë opinion një çështje dite, ashtu sikurse u kumtua dhe në konferencë. Mendimi im për edukimin muzikor në Shqipëri dhe se si u trajtua ai në konferencë është i tillë që edukimi muzikor në Shqipëri, për vërtetës, ka filluar qysh herët. Ka qenë një çështje që ka preokupuar shumë muzikantët, muzikbërësit e muzikdashësit. Shqipëria e ka patur edukimin muzikor edhe si traditë të hershme, jo thjesht një traditë institucionale, por e ka patur një traditë shpirtërore, që glon prej shekujsh, sepse si shpjegohet që kemi rapsod, si shpjegohet që kemi poet popullor, si shpjegohet që kemi këngëtar popullor, pra kemi një sër faktorësh që vlejnë për të kuptuar që populli shqiptar është një popull ardashës. Në këtë kuptim, në rastin e konferencës, pyetja merr një kuptim institucional, sepse edukimi muzikor në Shqipëri kohët e fundit ka patur problematika, sidomos në rikonceptimin ose konceptimin e sjell në kohë të kurikulave shkollore, akademike, universitare, të shkollës mesme, të shkollës 8 vjeçare, 9 vjeçare të muzikës, të shkollës fillore, të ciklit parashkollor e kështu me radhë. Pra këto etapa të arsimit, pra kultura muzikore të kthehet në një çështje arsimore gati të detyruar. Ky ishte konkluzioni që unë nxor nga konferenca që u zhvillua, pra që ky edukim të mos i largohet traditës